fakt dihet shumë pak dhe Palazzo Chigi, që selia e Kryeministrisë italiane, që sa herë që përgatitet për të pasur një takim dypalësh në nivel institucional me dy vendet, e ka traditë të varë në fasadën e saj jo vetëm flamurin italian dhe europian, por dhe flamurin e vendit i cili apo liderit i cili do të vizitojë dhe takohet me Giorgia Melonin. Deri më tash nuk është varur flamuri shqiptar dhe ende nuk kemi një agent zyrtare mbi këtë takim, nëse do zhvillohet një konferencë shtypi, sala apo zyra e shtypit e Kryeministrisë italiane ende nuk ka shpërndar as informacion më shumë, dhe megjithatë këtu është një ditë greve për gazetarët dhe informacionet janë shumë të sunguara. Por ne mund të kuptojmë se pse vjen kjo vizitë. Vjen në një moment të veçantë të situatës gjeopolitike, vjen pas një vizite që kreu i forcave ushtarake italiane zhvilloi në Tiranë, ku takua me presidentin Begaj, vjen në një situatë ku Italia ka deklaruar se po shtynë për të kthyer qytetin në Stalin apo Kuqovën, ta rikthejë në një zonë ushtarake, një qytet ushtarak ashtu siç ishte, pikërisht për ta kthyer në një hub për të magazinuar, qëndruar avionët moderne të NATO-s. Pra, në një farë mënyrë, Italia mendoj se është ajo interesuar të ketë këtë takim në kuadrin e gjeopolitikës botërore, në kuadrin e asaj çka impenjimet në NATO i kërkojnë dy vendeve, si Italisë dhe Shqipërisë. Dhe mbi gjitha mos harrojmë dhe paktin e migracionit, pra paktin mes Italisë dhe Shqipërisë, që me këtë pranverë të 2026-ës, i cili do të finalizohet në korrik të 2026-ës, vendet anëtare të BE-s do të zyrtarizojnë këtë risi që zgjodhi Italia duke përdorur vendet e treta, siç është Shqipëria, për të riadhesuar emigrantët ilegal. Qartë, Alba. Pra, edhe pse nuk ka informacione, megjithatë ha mendsojmë se Italia vjen me një paket kërkesash, ose më saktë Giorgia Meloni i drejtohet homologut saj shqiptar me një paket kërkesash, të cilat sigurisht që do të zbardhen dhe do të jenë publike gjatë orëve të pasdites. Nëse dhe do të ketë një konferencë për shtyp, por është grev, ju do të ndiqni gjithsesi gazetarët, do jenë aty? Patjetër, nëse bëhet konferencë shtypi, patjetër, ne kemi sistemin tonë i cili na informon sapo zyra e shtypit të Palazzo Chigit ka hapur praktikën për të bërë një konferencë shtypi, deri më tani që po flasim nuk kemi një informacion të tillë. Dhe ne dim se Rama përveç takimit që ka bërë në nëntor të 2025-ës, ku kishte pjesë më të madhe të qeverisë dhe ku nënshkruan në disa memorandume bashkëpunimi mes dy qeverive, në vizitat e mëparshme nuk ka pasur një konferencë për të bashkët shtypi, ka pasur vetëm deklarata mes dy liderëve. Unë mendoj se Italia, apo më mirë Giorgia Meloni, ekzekutivi Meloni, ekzekutivi i djathtë që drejton Italinë aktualisht, ka pasur në fokus dhe në vëmendje të agjendës së politikës së jashtme të tyre forcimin e rolit të Italisë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Pra ka synuar gjithmonë që të jetë Italia ajo udhëheqësja e politikës së vendet e Ballkanit Perëndimor në aleancën apo në gjithë aksionet, jo vetëm në nivel europian, por në gjithë gjeopolitikën botërore. E them këtë se është më se e kuptueshme dhe më se normale që Giorgia Meloni, sa herë që takohet me përfaqësues të qeverisë shqiptare, ka fokus pikërisht këtë fakt, që të menaxhojë dhe të jetë Italia ajo që të menaxhojë apo të drejtoj këtë vende, me qenë se nuk janë vende anëtare të BE-s, dhe me të jetë ajo që Italia të marrë ekskluzivitetin e qasjeve të ndryshme që pozicioni gjeografik i vendet Ballkanit Perëndimor imponon dhe në strategjinë e NATO-s dhe në strategjinë europiane dhe në gjithçka që ne po jetojmë aktualisht me tre konfliktet e hapura dhe problematikat e tjera. Po, Alba, që Edi Rama me Giorgia Melonin ka një raport misor, kjo është e dukshme dhe në mënyrën se si ata komunikojnë me njëri tjetrin apo dhe me gjestë trupore që i kemi parë dhe janë bërë publike dhe janë bërë virale uljet në gjunjë të kryeministrit Rama. Tani si një ndjekse e kujdesshme e
politikës së të dyja vendeve dhe marrëdhënies që ka Shqipëria me Italinë përgjatë gjithë këtyre viteve. Mund të përveç marrëdhënies individuale mes dy kryeministrave. Gjatë kohës që Giorgia Meloni është në pushtet dhe po ashtu Edi Rama është në pushtet, a janë ngritur ura bashkëpunimi mes dy vendeve? A është kjo periudha më e mirë e mundshme, periudha e artë Shqipëri-Itali? Ne kemi pasur gjithmonë periudha mjaft mira, mos harrojmë marrëdhënien mjaft speciale që ka pasur lideri i Partisë Demokratike, Sani Berisha, me liderin e Forza Italia, Silvio Berlusconi. Mos harrojmë vizitat e shpeshta dhe punën që ka bërë Silvio Berlusconi për ndihmuar dhe komunitetin shqiptar, sidomos pas strategjisë së Otrantos apo gjithçka tjetër që u pasuan ato vite. Pra, raporti special mes Italisë dhe Shqipërisë ka pasur padyshim një kanal privilegjuar në raport me vendet e tjera. Por ajo çka kemi parë gjatë viteve. Kur ka përfituar më shumë Shqipëria nga ky bashkëpunim, nga kjo marrëdhënie e mirë? Flasim për Shqipërinë tani, domethënë çfarë ka përfituar Shqipëria?